Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në faqen Bota e Shoferit. Atëherë çfarë kam vendosur të ndaj me ju dhe të hedh në interesin tuaj në këtë video? Në këtë video kam vendosur t'ju flas për sa i përket pushimit javor. Për çfarë arsye? Atëherë, në muajin mars zhvillova kursin për rinovimin e patentës profesionale, që në gjuhën shqip e quajmë çap ose quhet çap, ndërsa në gjuhën italiane quhet çikuçi. Dhe gjatë këtij kursi ishim gati 30 sa shofera dhe gjatë zhvillimit të kursit, pra besoj se do të ketë rënë rasti ose radha edhe juve që shoferët ku mblidhen së bashku për çfarë diskutojnë, për gjërat e reja, për ndonjë diçka që kanë dëgjuar, për ndonjë diçka që i ka ndodhur dhe pra orët e para të kursit janë pra problemet dhe bisedat që shoferët kanë me njëri tjetrin dhe pyetjet që fillojnë dhe i drejtojnë instruktorit që zhvillon kursin. Dhe gjatë këtij kursi, një koleg shofer italian, i cili punonte për një kompani autotransporti italiane, na tha që dhe i tha instruktorit që ai pushimit e tij javore, këto pushime zgjasnin 40 orë e 30 minuta. Dhe këto pushime pra javore ishin të përsëritura dhe zhvilloheshin javë mbas jave, duke pretenduar pra sepse pushimi që ai zhvillonte prej 40 orë 30 minutash hynte në fashën e 10% dhe nuk mund të aplikohej kundrejt kolegut pra asnjë sankcion për sa i përket gjobave dhe nuk mund të hiqeshin pikë nga organet e kontrollit për sa i përket pra patentës profesionale të quajtur çap ose çikuçi. Dhe në atë moment pra instruktori tha po për sa i përket 10%-it, shoferit në shtetin italian, e përsërisë një herë, për sa i përket kodit rrugor në shtetin italian, nuk parashikon një sankcion për sa i përket gjobave dhe nuk parashikon pra heqje ose zbritje të pikëve nga patenta profesionale e quajtur çap. Dhe ky argument nuk u zhvillua më tej, por ngeli me kaq që për sa i përket një pushimi të zhvilluar në këtë mënyrë, pra një pushim javor që zgjat 40 orë 30 minuta, shoferit nuk e aplikohet gjob dhe nuk i hiqen pikë nga patenta profesionale. Dhe kjo gjë pra më bëri pak kurioz, sepse mendova me veten time, thash atëherë nëse ekziston dhe kodi rrugor në shtetin italian parashikon një diçka të tillë, pra atëherë gjithë shoferët nuk kanë sepse zhvillojnë një pushim prej 45 orësh, pra pushimin javor, pushim të rregullt, por mund ta zhvillojnë pra pushimin 40 orë 30 minuta. Mirë, po çfarë ndodh kur pushimi zgjat më pak se 45 orë? Normativa 561 e vitit 2006, e cila është një normativë evropiane, parashikon që çdo pushim i zhvilluar nga ana e shoferit dhe që zgjat pushim javor dhe që zgjat më pak se 45 orë, shoferit i quhet dhe i njihet si një pushim i shkurtër javor. Pra edhe pse zgjat 1 minutë më pak se 45 orë, pra 44 orë 59 minuta, shoferit i njihet dhe i quhet si pushim i shkurtër javor. Këtë parashikon normativa. Dhe pikërisht u kuriozova dhe hyra në internet dhe pash se çfarë parashikon kodi rrugor në shtetin italian në ato raste pra që shoferi zhvillon një pushim i cili zgjat 40 orë e 30 minuta. Dhe ju kam hedhur një shembull, duke hedhur në të flet letre për të treguar dhe juve nga ana praktike që ta kuptoni akoma më mirë se çfarë ndodh në ato raste, pra që dhe ju vendosni të zhvilloni një pushim të tillë javor të përsëritur javë pas jave në një rast kontrolli. Por përpara se t'ju tregoj pra këtë shembull që unë kam marrë nga ana praktike, desha t'ju bëj një freksim të shkurtër se çfarë parashikon normativa 561 për sa i përket pushimit javor që një shofer pra duhet të zhvilloj mbasi ka mbaruar javën e tij të punës dhe kjo javë pra nuk mund të zgjasë më shumë se 6 ditë. Normativa 561 e vitit 2006
është një normativ e shkruar nga ligjvënësit e Parlamentit Evropian për sa i përket transportit të mallrave dhe të pasagjerëve, është një normativ që aplikohet në të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, por dhe në ato shtete që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, ashtu siç nuk është edhe Shqipëria për momentin, por gati të gjitha shtetet e kontinentit Evropian, dhe pse nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, të paktën në ato raste që kompanitë e këtyre shteteve bashkë me shoferët zhvillojnë transport internacional mallrash dhe pasagjerësh, pra kanë vendosur që të aplikojnë dhe të zbatojnë normativën 561 të vitit 2006, të paktën për sa i përket orëve të udhëtimit, pauzave dhe pushimeve. E qartë, tani çfarë parashikon kjo normativ për sa i përket pushimit javor, megjithëse ky argument për që ka vendosur të ndaj me ju edhe pse i përket vetëm shoferëve që jetojnë dhe punojnë në shtetin italian, por mund të jetë dhe rasti juaj në qoftë se jeni duke zhvilluar një transport internacional mallrash ose pasagjerës, ose thjesht jeni duke kaluar tranzit dhe mund të ndaloheni në shtetin italian për një kontroll, pra me këtë mjet. Për sa i përket pushimit javor, normativa parashikon që shoferi pra mbasi ka mbaruar javën e tij të punës, duhet të zhvillojë një pushim javor të rregullt minimumi 45 orë. Dhe këtë pushim shoferi mund ta zhvillojë çdo javë, por në të njëjtën kohë, për sa i përket transportit lokal ose vendor që zhvillohet në territorin e shtetit në cilin shoferi pra dhe kompania për cilën punojnë kanë rezidencën e tyre, për t'i ardhur në ndihmë kompanive dhe shoferëve, sepse mund të ndodhen në rrethana të ndryshme, ka parashikuar që shoferi pra mund të alternojë një pushim javor të rregullt me një pushim javor të shkurtër. Pushim javor i shkurtër i quhet dhe i njihet shoferit ai pushim që zgjat më pak se 45 orë, por nuk mund të zgjas më pak se 24 orë. Dhe mund të zhvilloj pra një pushim javor të shkurtër, një pushim javor të rregullt, ose gjithmonë një pushim javor të rregullt. Për sa i përket orëve të pushimit javor të shkurtër, që shoferi gjatë javës së tij, gjatë pushimit javor, do të zhvilloj më pak dhe zgjat më pak se 45 orë, këto orë shoferi duhet i kompensoj brenda javës së tretë, mbasi ka zhvilluar pra këtë pushim javor të shkurtër. Dhe këto orë pushimi, shoferi ka dy opsione. Mund t'ja lidhi një pushimi ditor të shkurtër ose një pushimi javor të rregullt, pra brenda javës së tretë, dhe këto orë që shoferi zhvillon më pak gjatë javës që zhvillon pushimin e tij javor të shkurtër, këto orë duhet i kompensojë të gjitha së bashku. Nuk ka rëndësi se a lidh pushimit ditor apo pushimit javor, por rëndësi ka që këto orë duhet të zhvillohen dhe duhet të kompensohen të gjitha së bashku. Pra nëse gjatë asaj jave që ka zhvilluar pushimin javor të shkurtër, shoferi ka zhvilluar 5 orë më pak pushim, pra pushimi nuk ka zgjatur 45 orë, por ka zgjatur 40 orë, këto 5 orë duhet të rikuperohen dhe të kompensohen të gjitha së bashku, pra duke lidhur pushimit ditor të shkurtër ose pushimit javor të rregullt. Ndërsa, për sa i përket transportit internacional, normativa i jep mundësinë shoferit që shoferi gjatë një transporti internacional mund të zhvilloj edhe 2 pushime të shkurtra javore, minimumi 24 orë, edhe 2 javë rresht, por vetëm për sa i përket pra transportit internacional. Megjithatë, nuk është ky argumenti për sa i përket transportit internacional, megjithatë nëse jeni të interesuar, në faqen Bota e Shoferit ju kam hedhur një video se si duhet veproni dhe çfarë parashikon normativa për sa i përket pushimit javor gjatë një transporti internacional. Pra ashtu si ju thash, ju kam hedhur këtë shembull në këtë fletë letre dhe do të shikojmë së bashku pra se çfarë ndodh ose mund t'ju ndodh juve si shofera në ato raste që ju këtë pushim javor prej 40 orë 30 minutash e vazhdoni javë mbas jave, pra në mënyrë të përsëritur,
gjithmonë dhe ky pushim zgjat 40 orë e 30 minuta. Atëherë, ky është shembull që unë ju kam marrë në këtë, kam hedhur në këtë fletë letër. Dhe kam marrë pra si shembull 5 javë. Duke marrë si shembull javën e parë, të dytë, të tretë dhe të katërtën, në cilin pra shoferi ka zhvilluar pushim javor për 40 orë e 30 minutash, që është dhe shoferit i njihet si pushim i shkurtër i javor, por pra duke qëndruar brenda fashës së 10%. Dhe pikërisht pra ju ka marrë në këtë shembull sikur shoferi pra si ditë ndalese për një kontroll mund të jetë ndaluar ku ka filluar javën e tij ditën e mërkurë. Rasti i parë, shoferi zhvillon pushimin e tij javor ku ka mbyllur javën e tij të parë dhe ky pushim ka zgjatur 40 orë e 30 minuta. Fillon javën e tij të dytë të punës dhe ditën e mërkurë pra thamë që mund të ndalohet nga organet e kontrollit në këtë shembull. Rezulton që shoferi ka zhvilluar pushim të shkurtër javor, 40 orë e 30 minuta, ndalohet nga organet e kontrollit. Në këtë rast, shoferi pra nuk mund t'i kontestohet asgjë nga organet e kontrollit, sepse këtë javë të dytë që shoferi ka filluar edhe është ndaluar ditën e mërkurë, mund të zhvilloj një pushim të rregullt prej 45 orësh duke alternuar pra një pushim të shkurtër me një pushim të rregullt. E qartë, ndërsa në ato raste që shoferi ndalohet javën e tretë dhe gjatë kontrollit që organet e kontrollit zhvilloj kundrejt këtij kolegu ose këtij shoferi, rezulton që javën e parë dhe javën e dytë që është mbyllur dhe që shoferi ka lënë pas, ai ka zhvilluar do 2 pushime për 40 orë e 30 minutash, atëherë në këtë rast si veprojnë organet e kontrollit. Organet e kontrollit gjatë kontrollit ndalojnë shoferin, i heqin patentën dhe detyrojnë që shoferi të zhvilloj një pushim prej 45 orësh, pushim të rregullt javor. Pra i heqin patentën, në ato raste që mjeti është i ngarkuar me mall, shoferi ose kompania për cilën punon shoferi, nëse ka mundësi që të dërgojë një shofer tjetër, të dërgojë një transportator tjetër që mund të marrë atë mall dhe të ta çojë në destinacionin për ku ishte duke udhëtuar shoferi, mirë. Përndryshe, shoferi do të qëndrojë i ndaluar, malli do të qëndrojë i ndaluar bashkë me mjetin pra aty ku është ndaluar për një kontroll, dhe ajo që duhet kemi parasysh pra është që shoferi në këtë rast këtë pushim prej 45 orësh nuk mund ta zhvillojë në bordin e mjetit, por duhet ta zhvillojë në një vend tjetër i cili mund të jetë një hotel, mund të jetë një dhomë, mund të jetë një shtëpi me qira, e kështu me radhë, dhe për këtë pra duhet të marrë masat kompania ose vetë shoferi në ato raste që dhe mjeti është në pronësi të tij. Dhe mbasi ka mbaruar këtë pushim për 45 orësh, shoferit pra do t'i dorëzohet pa leja e drejtimit, pra çapi ose çikuçia, dhe do të vazhdojë pra rrugën e tij. Por vim në javën e katërt. Ajo që harrova t'ju them këtu, shoferit nuk i aplikohet asnjë sankcion, shoferit nuk i hiqen pikët nga leja, nga patenta profesionale pra çap, sepse është në fashën e 10%. E rregull, shoferi nuk u ndalua javën e dytë, nuk u ndalua javën e tretë, por ndalohet javën e katërt. Edhe në këtë rast funksionon në të njëjtën mënyrë ashtu si në javën e tretë. Pra shoferi i ndalohet mjeti, i hiqet patenta për orën që shoferi duhet zhvilloj këtë pushim prej 45 orësh, duke mos i aplikuar gjob, duke mos i hequr pikët nga patenta profesionale, pra e quajtur çap. Pushimi do të zhvillohet larg mjetit, përsa i përket ngarkesës, vlen e njëjti gjë si në javën e tretë, shoferi pra mbaron atë pushim, i dorëzohet patenta, merr mjetin dhe largohet. Tani ajo që duhet kemi parasysh dhe duhet kemi kujdes është se çfarë ndodh kur shoferi ndalohet javën e pestë. Pra nuk është ndaluar javën e dytë, nuk është ndaluar javën e tretë, nuk është ndaluar javën e katërt,
Gjatë këtyre 4 jave ka zhvilluar këtë pushim në mënyrë të përsëritur prej 40 orë 30 minuta, por ndalohet javën e 5. Këtu gjërat ndryshojnë për shoferin dhe kompaninë për cilën punon shoferi. Tani të shikojmë pse ndryshojnë gjërat javën e 5 për shoferin dhe kompaninë. Sepse javën e 5 pra, shoferi duke mos zhvilluar pushim javor të rregullt javën e 4, shoferi ka tejkaluar fashën prej 10% dhe ka hyrë në fashën prej që shkon nga 10 deri në 20%, sepse shoferi javën e 4 duhet të zhvillonte një pushim javor të rregullt prej 45 orësh, duke kompensuar dhe orët e pushimit javor të shkurtër prej 40 orë e 30 minutash që ai pra ka zhvilluar javën e parë. Pra, në këtë javën e 4, kozgjatja dhe pushimi që duhet të zhvillonte shoferi duhet të ishte 49 orë e 30 minuta, sepse pra thamë që orët që zhvillon më pak gjatë një pushimi javor të shkurtër, shoferi gjatë një jave duhet t'i kompensojë të gjitha së bashku brenda javës së tretë mbasi ka zhvilluar këtë pushim, dhe në këtë rast dhe në këtë shembull do t'i binte që shoferi këto 4 orë 30 minuta që ka zhvilluar më pak javën e parë duhet t'i kompensonte pra gjatë javës së 4 duke ja lidhur një pushimi javor të rregullt prej 45 orësh. Si veprojnë organet e kontrollit në shtetin italian në këtë rast me shoferin në qoftë se rezulton në një situacion të tillë duke zhvilluar këto pushime pra të përsëritura javore 40 orë 30 minuta. Në këtë rast shoferi ndalohet, i hiqet patenta për sa i përket sa është kozgjatja e pushimit javor që ai do të zhvillojë dhe do të detyrohet të zhvillojë. Shoferi pra ndalohet mjeti, i hiqen edhe i merren dokumentet e mjetit dhe shoferi do të largohet nga mjeti për të zhvilluar këtë pushim javor i cili në këtë rast pra në këtë shembull në javën e 5 nuk do të zgjas më 45 orë, por do të zgjas 49 orë e 30 minuta. Për sa i përket sanksioneve, shoferi në këtë rast i zbriten dhe i hiqen 3 pikë nga patenta profesionale çap, i aplikohet një gjop prej 379 eurosh, në qoftë se shoferi këtë gjop e paguan brenda 5 ditëve, kjo gjop është 265 euro, në qoftë se kjo gjop i aplikohet shoferit sepse është ndaluar gjatë orëve të natës, është 505 euro. Ndërsa, këtë gjop shoferi duhet të paguaj në moment. Pra shoferi edhe pse zhvillon këtë pushim prej 49 orë 30 minutash, por nuk ka paguar gjobën, shoferit nuk do t'i lejohet të lëvizë me mjetin pa paguar gjobën, sepse pra i hiqen, i merren edhe dokumentat e mjetit dhe shoferi pra nuk mund të lëvizë me mjetin pa pasur dokumentat e mjetit. E qartë, pra kjo është për sa i përket shoferit. Ndërsa për sa i përket kompanisë për cilën punon shoferi, për se cilën javë që shoferi pra duhet të kishte zhvilluar pushimin e tij javor të rregullt, në këtë rast rezulton pra siç e kam treguar në këtë shembull që ai ka zhvilluar këto pushime javore të shkurtra duke qëndruar brenda fashës së 10% për çdo javë, kompanisë për cilën punon shoferi do t'i aplikohet një gjop prej 333 euros. E qartë? Pastaj fasha e tretë që ka dhe gjoba me shumë më të lartë dhe shoferi në qoftë se ka tejkaluar fashën e 20% i aplikohet një gjop që shkon te 400 ca euro, pra ka një shumë më të madhe dhe heqja e pikëve kalon nga 3 në 5 pikë. Pra, si që shikoni, nuk është e vërtet që një shofer mund të zhvillojë çdo javë në mënyrë të përsëritur një pushim javor që zgjat 40 orë 30 minuta duke qëndruar në fashën e 10%, por
e pam që mund të zhvilloj këtë pushim maksimumi deri javën e 3, sepse nga java e 4 dhe më pas pra, ashtu si që pat, shoferit do t'i aplikohen gjoba edhe do t'i hiqen pikët nga patente profesionale e quajtur pra çap. Prandaj kini kujdes, sepse shpesh herë gjatë bisedave, kur mblidhemi në përkurse, kur takohemi me kolegë pra në parkinge për të ngarkuar, për të shkarkuar mjetet tona, shpesh herë do të keni vënë re patjetër pra që kolegët thonë që unë kam një marrëveshje me punëdhënësin që gjobën ma paguan punëdhënësi im ose kompania për cilën punoj unë. Por shpesh herë nuk është kështu. Nuk është kështu për arsye sepse kur bëhet fjalë për gjoba që shkojnë 100, 200, 300 euro, kompania i paguan këto gjoba pa problem. Por kur gjërat shkojnë keq, sepse thua që kur çdo gjë shkon mirë për gjithë. Po kur gjërat fillojnë dhe ndryshojnë dhe nuk shkojnë mirë, kur kompanive do t'i duhet të paguajnë mirë dhe mira euro, qoftë një kompani e madhe, por qoftë dhe një punëdhënës i cili ka 2-3 mjete në pronësitë tij, ka 2-3 shoferat të punësuar, në ato raste pra edhe kompania, edhe punëdhënësi i shoferit, kur bëhet fjalë për mira euro, jam i bindur që do të tërhiqet mbrapa dhe do t'ja hedh fajin pra dhe do të pretendoj që këtë gjobë ta paguaj shoferi dhe aty çfarë ndodh? Aty pra prishe raportet, shoferi shpesh herë largohet nga ajo kompani, nga ai punëdhënës, shpesh herë do ta gjej veten e tij të përballojë një gjyq me harxhimet e tija, mbas edhe pa punë dhe pra janë situacione jo të këndshme dhe jo të mira për shoferin. Prandaj kini kujdes, ju tregova për këtë shembull, sidomos në ato raste që jeni duke punuar dhe jetoni në shtetin italian për shumicën e kohës tuaj, por dhe në ato raste që mund të ndodheni duke zhvilluar një transport internacional në territorin e shtetit italian, ose thjesht jeni duke kaluar duke bërë tranzit pra në shtetin italian. Megjithatë, këto ishin informacionet që vendosa të ndaja me ju, mos e neglizhoni sepse nuk ka asgjë për t'u neglizhuar, nëse nuk dëshironi pra që të ndodheni në një situacion të tillë dhe të keni probleme me të ardhurat e juaja. Si gjithmonë në fund të videove të mia, ju ftoj që të regjistroheni në faqen Bota e Shoferit, të lini pëlqimin tuaj nëse dëshironi, të aktivizoni zilën që në çdo të rasti të hedh një video të re, pra ju të njoftoheni dhe kur keni mundësi, kur t'ju jepet mundësia, ose kur keni kohë të lirë të ndiqni këtë video të re në faqen Bota e Shoferit, duke ndjekur një argument të ri i cili lidhet gjithmonë me profesionin tonë. Për çdo paqartësi që keni, për çdo kuriozitet që keni, lini komentet e juaja në hapësirën e komentave, ashtu siç keni vepruar deri tani, dhe mua sapo të më jepet mundësia, pra do t'ju përgjigjem duke ju shkruar, ose nëse shoh të arsyeshme, mund të regjistroj një video duke e trajtuar në mënyrë edhe më të gjerë pra atë paqartësi ose të kuriozitet që ju keni. Nuk më ngel gjë tjetër veç të ju uroj një diell të mbar, një pushim të mbar javor, t'ja kaloni mirë dhe mirupafshim.